Si lexove zhvillimet sot para parlamentit. Deklaratat kanë qenë të forta, sikur protestat degradojnë në dhunë, kryeministri Rama ka folur për rikthim të atyre pamjeve që jemi mësuar të shohim, çka nën kuptonte që zoti Berisha, opozitin e Berishës. Në fakt si qëndron e vërteta? Shiko, e vërteta qëndron që kjo tentativë në fakt u bë edhe përpara 2 ditësh, sepse protesta vendosi që si target ka kastën e vjetër. Dhe një nga segmentet më domethënës dhe që përfaqëson shumë nga ato për të cilat po revoltohet populli dhe që ka protesta dhe që kërkojnë të ndryshojnë, një nga segmentet më kryesore është parlamenti. A është ky parlament që bën ligje për investitorët strategjik, për zonat e mbrojtura? Pra është ky parlament simbolik apo thua? A është patjetër, pra janë ata deputet që mbrojnë Belinda Ballukun, kur spaku kërkon arrestime dhe pavarësisht etj. Kështu që është shumë logjike që një segment i protestës, ata që kanë kohë etj. Sepse aty është çdo gjë vullnetare, secili ka dalë me dëshirën dhe me qefin apo me hallin e vet, të shkojnë kur këta paraqiten atje dhe në mënyrë simbolike, siç bëjnë protestat në çdo vend të ashtu, të civilizuar, me vezë dhe me miell, apo dhe me parullat e tyre, t'ju tregojnë vendin, t'ju tregojnë kush janë. Dhe ata në fakt e tregojnë vet, pa arritur që t'i kap veza dhe mielli, sepse ikin me vrap, ne kemi parë pamje, dalin nga dyert sekrete, nga Kështjella, nga Kalaja, nga Bodrumi, nga etj. Domethënë e kanë frikë protestën, se ata që se kanë frikë kalojnë dhe aty, apo ja, pavarësisht është. Kështu që në këtë kuptim, kjo është nëse normale. Është normale, po thua që prit pra ta mbaroj motivin që pse shkojnë aty. Tani, duke parë këtë lloj situate, u bë provokimi i parë, u detyruan i liruar. Sot ndodhi domethënë një agravim edhe më i madh. Por për herë të parë gazi lotësjellës edhe ajo dhe me përpjerje gjitha, në mënyrë jo proporcionale. E ishte edhe para jo proporcionale, por sot u tekalua dhe më shumë. Po të futemi në kontekst, Edi Rama është përpjekur që nga fillimi të njerë ngeli gafil në kuptimin sepse u bashkua me Berishën 3-4 ditët e para. Ishin gjithë kundra protestës. Pastaj kaloi tek agjenturat e huaja, kaloi te iranianët, kaloi te blogerët, kaloi tek kundra investimit, u përpoq që nuk ju ngjiti, është për Zvërnecin, është për Flamingot thjesht. Dhe më në fund e kuptuan që është kundra tysh, ose domethënë nuk e kuptuan, dhe filloi të merrej me biografitë e secilit, të fusin njerëz aty apo të gjenin, ne jemi të gjithë njerëz, mund ta gjesh ndonjë diçka nga jeta, nga biografia, arrinte edhe tatuazhet. Domethënë dhe tatuazhi ishte linçimet publike të protestuesve. Dhe tatuazhet. Nga ana tjetër, atë që kishte vënë si shef njeriu më të paft që ka për të punë ta ulan ballën, 1-2 thoshte po na bën thirrje populli që policia të ndërhyse, këta po na zën rrugët, këta na vinte lagjas, na lën të flenë, na lën të shikojnë ndeshjen. Dhe ishte krijuar një situatë e tillë. Por në fund të rrugës u pa që e vetmja gjë që kanë patur sukses këta si kast ka qenë loja dyshe Rama Berisha. Loja dyshe, domethënë gjithmonë me atë teatrin, e ke parasysh këta sikur bëjnë luftë, dilte Berisha me 500 veta atje, edhe me skuadriole, dhe ky tani 500 veta ju vinte nga mbrapa 1500 policë, mban mend, të armatosur ata, edhe duke sigur do bëj nami atje, pastaj të nesme në parlament vinin, ndanin pazarin e radhës, bënin muhabetet, qeshnin me njëri tjetrin. Kjo lloj loje, game over e kam thënë këtu dhe është kthyer e pashis në një nga parullat. Domethënë loja juaj ka mbaruar, është thelbi i protestës, domethënë i kësaj kaste. Dhe tani shkojnë ata, shkojnë me vezë, shkojnë me kështu. Provokimi i parë filloi me një grup që është i përhershëm, Gent Progrni e disa çuna të tjerë, atje që ishin në lokal. Lokal kishin qenë disa deputet. Dhe futet policia, e kupton, sepse deputetët janë deputet dhe i merr i arreston atje brenda lokal. Në lokal i merr i nxjerr jashtë me dhunë dhe i arreston. Pastaj fillon pjesa tjetër dhe kjo ndodh që në 9:30, gjysmore para, sepse protesta ishte njoftuar që duhet paraqiteshin njerëzit, të shkonin njerëzit në orën 10. Pastaj kur fillojnë gjitha këto dhe arritin në një moment në disa përplasje që ishin shumë të forta dhe pastaj protesta u ul në shesh përballë derës
gra, pleq, kishte, e tjerë. Erdhi ora 1:30. Dhe iknin për drekta. Vjen dreka e ministrave, vjen dreka e deputetëve dhe duhet hapur rruga. E kupton? Mbarun dhe punimet parlamentare, se Marta ishte kështu, po okay. Ashtu dhe erdhi koha e drekës dhe siç ishin tulur në shesha, ata pas një lloj shkaku ju hodhën masën më ekstreme që mund të idhesh, domethënë gazin. Këta ishin tulur në tulur, po unë kam parë live, tulur dhe ashtu. Ky ishte një moment, e ke parasysh që u shpërnda dhe po të shikosh pamjet, sa u shpërnda kjo, dalin bencat e zinj, vup, ministrat, e kupton, ikin. Dhe aty pastaj ky agravimi ishte edhe një grup tjetër që për mua tregoi një farë shmangje nga fryma e protestës që vajtën thyen një makinë policie. Po, pash atë pamje. Kishte edhe element të cilët mezi e prisnin që të tregonin. Gjithsesi po, a janë këto ekstremisht. Dhe në gjithë këtë kontekst Edi Rama dije nga Gjermania tha. Dëgjoni tha, dhe foli për proces, dhe për herë të parë ka filluar të thotë edhe Taulantier. Është e bukur kjo protest. Deri ditë çfarë thoshin, a? Kjo protest është e bukur, por pamjet e policisë, to pasnesh. Kjo protest është e bukur. Thoshte, por ata përshikoni tani nxori kthetra, thoshte, dhe në Gjermani tha, sepse në atë bulevard ku janë këta, tha, janë vrarë dhe 4 veta, është derur dhe gjak, domethënë ka fjalën për para Arsin, për Berishën në 21 janar. E tha dhe sot me pensionistët, që vajti mlodhi ca pensionistë aty për atë lëmoshën 50.000 lekë të vjetra që ju dha prap nga halli tani. Dhe kur ndodhen këto, përplasit atje, tha, ja e pa, tha, e nxori kthetra, tha, politika e dhunës. Politika e vjetër në këton të Berishën, po. Dhe pas ju vërtit me iranian, me agentura, me dreq, me shef Flamingo, me kundra investimeve anti-amerikane, anti-Trump, që në fakt ja ka futur vetes me të gjitha këto, se ka bërë armik dhe Trumpin, se ka përzirë pa lidhje fare, dhe tani po i kërkojnë senatorët llogari Trumpit, për çështjen e Zërnesit, dhe tani pa pritur nxori atë lojën e vjetër, loja dyshe, që këtu kemi përballë Gogolin Berisha, që e ka mendjen vetëm të bëj dhunë, të godas policët, të thyej makinat, nesër do ta shikoni edhe me molotov. Po si është e vërteta, Poli, nëse e vërteta, po jo më mirë dakord, po tani ata dëgjojnë sekond. Kjo protestë kërkon në tepsi kokën e të dyve dhe patjetër që ata do shumë pak po bëjnë, ose shumë pak kanë arritur të bëjnë, se janë përpjekur të i bëjnë gjitha. Ata janë miliarder. Ata kanë gjithë pushtetet, ata kanë gjithë fuqit, kanë mediat, kanë gjitha dhe në një farë mënyre kjo është një protestë epike që ju ka rezistuar atyre. E kupton, se kanë filluar aty me grupe brenda kuvende drejshit. Si hyp Berisha këtu? Berisha në fut, Berisha. Polici nuk e drejton Berisha. Këtë po them. Berishën apo flasin për lojë dyshe. Berishën e fut Rama, më vëlla. E fut Rama. Se për mendimin tim, reagimi i protestës sot ka qenë nëse normal, vetë mbrojtës. Jo proporcional ka qenë ai. Ka qenë reagimi i policisë. Po, i policisë. Se në fund fare, o zotri, çfarë po kërkojnë këta? Ta kërkojnë që t'ju thonë atyre deputetëve, ju jeni të shitur, siç i thonë dhe opozitë. A e vret frymën e protestës kjo? Jo, fare, përkundrazi energjizon dhe do ta shikosh edhe sot me numra dhe sidomos do ta shikosh në datën 4. Por kjo e forcon sepse kanë ndodhur disa në protestë. Njerë u futën disa dhe unë bilese kapa tek Alfa dhe bëra edhe një video dhe thosha ka stilin shkrim. Thosha shikoni kur këtë video ta eth nesër Edi Rama dhe Taulant Balla dhe ata e hodhën direkt, pavarësisht se unë i kisha ashtu. Dolën 2-3 me mikrofon nga ditët e para dhe filluan atëherë kur u fut PD-ja. Edhe u eliminuan ata se filluan do t'ju tërheqim zvar, do t'ju bëjmë nënën, le të vritemi Kur u fut PD-ja po thua ku? Në protestë. Protestesh ka tentuar PD-ja njerëzit ashtu, ca shtrëngojnë dhembet, është futur sot ka patur prapë element. Dhe kjo është alibia që kërkon. Jepja Xhoin më mirë pasun. Kjo është alibia që kërkon Edi Rama. Edi Rama të vetëm alibi që i ka ngelur është kjo vetëm reflektim për protestën që elementet që e nxirrin kokën për ta bërë pis protestën ose për t'i dhënë alibira shkaqe Edi Ramës që ja kush janë këta, të reflektoj siç ka reflektuar rrugës, sepse është edhe një protestë
Prandaj është dhe e bukur, sepse I ka brenda të gjitha rrymat, është e lirë për të gjithë, dhe kushdo mund të abuzoj me protestë. Gjoj, si vlerësove këto pamje apo këtë moment të ri, le të themi, nga e marta kemi patur shoqërimin e Dritan Goxha dhe disa protestuesve, sot jemi përballë përdorimit të gazit lotësiellës edhe asaj ujëhelses në kuptimin e përshkallëzimit. Kjo domethënë është maksimumi që mund perceptohet aktualisht. Deri tani ky ka qenë kundërreagimi I policisë raport në protestës. Si e vlerëson këtë moment? Red, momenti më kulminant në kuptimin e përshkallëzimit protestës ka qenë dita e sotme dhe pardjeshme, e marta. Në kuptimin e elementëve që kemi parë, panë drejtin politikanëve dhe makinave të tyre, u formuaj lloj kordoni policor që nuk e ndeshnin prej 30 ditësh. Edhe I cosplerash në fakt që kanë harruar ta përmendin njerëzit. Po nuk dolën shumë. Ai koshi u tremën vërtet. Dhe nga ky kuptim, deri tani policët kemi parë të fshehur, pra qëndronin pas institucioneve në një lloj gatishmërie, që prej ardhjes së protestuesve në parlament I shohim më të dukshëm, madje formojnë edhe kordone. Për shembull, nëse shkon pas dite në protestë edhe përpara kryeministrisë nuk është kordon I zakonshëm që ekziston, për shembull kur proteston PD-ja apo elemente të tjerë. Doja ndalesha pak tek ajo që përmendi dhe Poli, te ky miti që kjo qeverisë të vret, domethënë sikur po do një nder të madh që s'të vret. Domethënë drejta e jetës është e para, drejt kushtetuese, është drejt natyrore, domethënë është e turpshme të mburret një qeveri që nuk po ju vrasim, e kupton? Domethënë, nëse s'na vret si bie logjikisht mund ta bësh çdo gjë tjetër, mjafton që s'na vret dhe jemi në rregull. Dhe mos protestojmë. Realisht është shumë qesharake, domethënë që një qeveri të përdori, një kryeministër të përdori si argument faktin që s'po vret protestuesit. E dyta që ka rëndësi ka të bëj gjithashtu dhe me garantimin e lirisë së protestës. Okej, ka patur një liri për të protestuar, por dhe kjo nuk duhet marrë sikur diçka që po ndaj fal qeveria. Drejta e grumbullimit është prap një parashikim kushtetues. Sa I takon akteve të dhunës, protesta red ka nga ekstremisti fetar tek libertariani seksual që identifikon veten që të them me këto gjërat që s'kan fund, pra gama e pjesëmarrësve atje është kaq e gjerë sa nuk mban dot përgjegjësi për çdo gjë që ndodh. Shqipëria bruto. Pra ka element nga më ndryshëm. A e dënojmë një gur mbi kokën e policisë do ishin budallë, thonim jo. Megjithatë, a përfaqëson një gur mbi kokën e policisë gjithë protestën, për mua jo. Shoqërimet I pam që disa prej tyre ishin të drejta, po pam gjithashtu dhunë shproporcionale të tipit 5 veta mbaj një protestues, vjen një 6 dhe I bie me shkop gome. Domethënë edhe kjo është e papranueshme. Duhet të ketë një raport mirësjellje që e kemi parë në protestat të shkuara, ju kanë dhënë lule policëve, ujë, edhe sot pam një policë që ndihmonte me ujë një të moshuar. Pra nuk ka pse të kthehet në një betejë mes policëve dhe protestuesve. Kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe nuk është, s'ka qenë, edhe nuk është. Dhe sa I takon konceptit politik, vë re që ka një natyrë përjashtimore. Një pjesë e organizatorëve përjashtojnë partitë politike përjashtojnë partitë të tjera, partia e madhe tënën I mbron të shtunën I shan edhe varet si merr edhe java tjetër. Protesta nuk ka as pronar, as po themi padron. Protesta është e hapur, mund shkoj kushdo, nuk ka ndonjë lloj vettingu kur hyn në shesh. Dhe në këtë kuptim, nëse gjejnë pika ku bien dakord me të ngjashmit, qoftë dhe me ata që ngjajnë fare pak në kuptimin që janë shtetas të vendit, nëse gjejnë pika për të bashkuar do të ishte pozitive, por të kontestosh çdo element politik që nga Redi Muçi, Ardin Qorri, Lapaj, që të mund gjithë ata që marrin pjesë aty, Sheja I Kapri, këta janë deputet. Nëse ti vazhdon për zë çdo faktor që merr pjesë atje me idenë që ke e njëjta gjë vlen edhe për politikën, nuk është sheshi për të bërë vota. Po nëse vazhdoni frynksa ideës që ky s'lejohet dhe ai lejohet, pastaj
dalim të ajo që kush nuk është mëkatar le të hedhë gurin e parë dhe kështu i hym një loje që nuk i dalim dot. Po, Almer, si po e lexon protestën se javën tjetër nuk të kisha në emision? Në syrin e optimist, protesta po ruan efektin e qëndrueshmërisë, pra efektin kohë, pra po vazhdojnë protestojnë, po dalin në rrugë. Në disa raste, siç thanë kolegët më parë, po tregon një lloj agresiviteti që në disa raste është i panevojshëm, si qoftë me policinë apo si qoftë edhe me deputetët. Dhe këto unë mendoj që gjitha këto sjellje të përshkallëzuara janë të mirë kuptuara, sepse kemi parë në Greqi protesta shumë të dhunshme, që thyen mbylljet e dyqaneve, marketeve, kemi parë në Francë më të dhunshme se kaq. Pra sepse është një irritim popullor i cili kërkon të arrijë një qëllim të caktuar. Ajo që mua nuk më ngjit apo ajo që mua më lë që shikoj për të dëshiruar protestën, e cila nuk po arrin edhe pse ka kaluar 32 ditë, është që efekti shoqëror i protestës po humbet rëndësinë. Çfarë do të them për këtë gjë? Pra, qytetarët e thjeshtë të cilët kanë qenë ata që kanë mbështetur që nga dita e parë për shumë problematika që vuajnë jetën e përditshme, këta qytetarë të ndershëm dhe jo aktivistë, këta mendoj që po bëjnë një hap pas. Po largohen nga protesta, po distancohen nga protesta. Dhe shumira dhe shumica mendoj distancohen nga aktet e dhunës. Që unë mendoj që në shoqëritë e modernizuara demokratike, që këto janë akte normale, nuk ka tejkalim të asnjë caku. Kurse shoqëria e cila e përshëndeti me fëmijë, shoqëria e cila doli aty familjarisht, shoqëria e cila jepte mesazhe, unë mendoj që kjo pjesë e shoqërisë dhe qytetarëve të Tiranës mendoj që po largohet nga protesta. Unë e kam ndjekur, siç e kanë ndjekur të gjithë, dhe kam parë që numrat në protestë në momentet e caktuara janë numra shumë të vogla, pra. Pjesëmarrja në protestë është shumë e vogël, bien numrat. Pse bien? Sepse qytetarët kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg, këtë parullën e famshme, e kërkojnë që të ketë një ekzekutim politik të gjës, nuk kërkojnë ekzekutim ligjor, pra nuk e fusin ata. Ata kërkojnë që kjo parulla të marri një lloj dimensioni tjetër, të marri një kuptim tjetër. Çfarë është kuptimi tjetër? Që kjo protestë t'i vendosi kushte të diktoj ndryshime rrënjësore në shoqëri, ndryshime rrënjësore politike. Ata kërkojnë Rama Hamburg, Berisha Hamburg që këta të dalin nga politika. Por kur neve shikojmë këto lloj sjelljesh të disa njerëzve, më thënë, pa pasur autoritet publik, pa qenë askushi, me thirrje që kalojnë çdo lloj. Unë kam parë thirrje nga thirrje që dënonin fen islame, thirrje që godisnin Ramush Haradinajn, thirrje nga lloj çmendurish kanë parë në protestë. Për sa kohë mikrofonin atë protestë i jepet njerëzve të çmendur dhe njerëzve me probleme të theksuara, të egoizmit, të psikikës apo çfarë lloj fenomeni shëndetësor që kanë në veten e tyre dhe marrin ato, mendoj që kjo nuk i shërben kauzës dhe protestës, që qytetarët duan në të vërtetë. Zotri, qytetarët duan që të kenë shërbim shëndetësor. Qytetarët duan që mos ketë korrupsion në institucionet ku ata trokasin për ditë. Qytetarët duan që kur mos paguajnë 10.000 euro te kadastra. Qytetarët duan që arsimi të jetë më cilësor. Por ku krijohet një grup i cili ka protestën prej fyti dhe një grup i cili nuk di të orientoj politikisht protestën, për mua janë destinuar të dështojnë. Unë jam shumë dakord me kolegët, si me Gjoj dhe me Polin, që protesta, më thënë, ka disa anë pozitive. Por unë kur i bëj një analizë, sipas me një optikës time më detajuar, kur shikoj këta, unë them që protesta nuk arrin asgjë nëse vazhdon në këtë lloj mënyre. Po pse çfarë do të bëjë? Për mendimin tim, protesta nuk do të humbasi numrat e para. Dakor, qëndrueshmëria është një fitore e madhe që njerëzit 32 po dalin. Dakor. Numrat, qytetarët, përfshirja, mundësisht, unë e kemi parë protestë jashtëzakonshme para 2 javësh që mund të ishin 100.000 njerëz në shesh. Ky kapitalizim popullor duhet. Ky nuk është ata numra pra. A je dakord për këtë aksion politik, Almer? Ka një gjë, për mua ky aksion politik është më se normal, nuk ka asgjë të tepruar këtu. Unë mendoj që goditja me vezë është një nga goditjet më simbolike që i ka ndodhur dhe presidentit Bush, nga gazetarët. I kanë ndodhur, pra nuk kanë asgjë anormalitet këtu. Përkundrez, unë mendoj kjo sjellje kapitalizohet nesër në të ardhmen, ka një mbështetje, a sjell kjo lloj sjellje për forcim të ides, jo ta mbaroj atë fjalë. Unë kam dyshimet e mia që edhe brenda protestës, dhe brenda tyre që janë grupe organizatorë që kanë një garth aty, një lloj ringu, që në të ring hyjnë dhe flasin vetëm ata që duan ata. Unë mendoj që Rama dhe Berisha kanë dorë. Çfarë do të them me këtë gjë? Unë mendoj që një pjesë të organizatorëve aty janë të kapur si nga Rama dhe nga Berisha që ata i duan në burg.
Si ishte kjo? Për një pjesë të organizatorëve brenda, unë mendoj që janë të kapur nga Rama dhe Berisha. Këtë gjë e kam të faktuar dhe e kam të argumentuar nga rastis njerëzit që marrin fjalën, përfshirja e njerëzve të cilët janë të identifikuar si të Berishës dhe të Ramës, identifikimi që është bërë disa individëve të cilët kanë pasur të shkuar. Për shembull, një nga forcat kryesore të protestës u bë kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Po. Pra, e do videon të shikosh që ja hoqën mikrofonin sa u morë vesh që ishte antar e Këshillit Kombëtar të PD-s. E shpjegoj shumë mirë Gjoj se çfarë do thotë përjashtimit një tjerëve. Unë mendoj tani. Unë mendoj se është përjashtuar atë. I partjakëve po. Dakor, pra është vënë kush, partjak jo. Okej. Po nëse bëjmë vepër dënueshme adherimin politik, pse jo më janë aty më burgjisë partjak çfarë thotë ti thua Poli në këtë mënyrë. Ashtu e duan ata më. Dakor, më një tur. Ne do na pyesim. Ora aty thot pse ky grup kështu po protestën. Aty ka një grup narkomanësh, një grup të çmendurish, një grup hashashmenësh që dalin dhe mendojnë se janë nëpërmjet instinktit të dhunës, instinktit të revoltës, mendojnë që bëjnë protestë dhe bëjnë ndryshim në këtë vend. Nuk ndodh kjo, Poli. Nuk ndodh që narkomanët dhe njerëzit me probleme mendore të dalin dhe ti sjellin ndryshimin e shoqërisë. Nuk do shoqëria këtë. Shoqëria do model ndryshe, alternativ. Nuk po bën alternativ. Pra, mbi 5 folës që kanë dalë të identifikuar si trafikant droge. Tani çfarë do thotë te Rama? Po lërë çfarë do thotë Rama unë të dalin ta kundërshtojnë edhe të pak për veten e tyre. Kjo është, ai nuk thot kot. Pra individ të përfshirë në trafik droge, dalin dhe mbajnë fjalën, nuk mund të bëhen besueshëm për shoqërinë, dëmtojnë imazhin e lëvizjes. Pra për sa kohë të korruptorit këtu dhe kanë kandiduar dhe kanë fituar në bashki dhe në parlament. Më vjen keq. Ti o do jesh si ata o do jesh ndryshe nga ata. Nëse je një zë si ata le të rrim me këta. Po jo pra një gjë. Ti nuk mund të shesësh moral ndryshe nëse ti je njësoj si ata. Nëse ti je si grupi, po prit pra një minutë. Ktu kuptojmë që protesta do ta humbasi sfidën me këtë kas politik. Kjo ka ardhur me dëshirore. Po jo ka kryer. S'ka lidhje. Unë mendoj, unë nuk kam dëshirë. Kur të humbas. Unë hapat. Flasi kur të humbas, për këtë sot. E sot ka humbur numrin. Nuk ka më protestues masiv. Nuk ka më protesta masive. Është tregues kjo për ty. E dy, nuk po arrin asnjë lloj qëndrimi reflektimi nga ana e pushtetit. Përkundërse po i sulmojnë më shumë. Përkundërse po tallën më shumë dhe këta po i lënë hapësirë pushtetit aktual që duhet ikte një orë më parë që të merren me ta. Ti nuk po nxjerr, po ja dhe mikrofonin. Çdo lloj narkomani aty që del me thirrje nga më të çmendurat, në këtë sti jep Ramës legjitimitet për të thënë qytetarëve dhe ndërkombëtarëve që shiko, kundra me kanë dalë disa të çmendur trafikant droge dhe këta kërkojnë largimin, jo shqiptarët. Shqiptarët janë të kënaqur me mua. Si ti përgjigjesh ti këtë lloj raporti që Rama ata që disde ajo kancelarive ndërkombëtare? Si mundesh ti të bësh faktor mbështetës nga ndërkombëtarët? Kemi parë aty vetëm majtist eurodeputet, nuk kemi parë eurodeputet gjithë përfshirës. Çka tregon kjo? Që këtu ka interesa të caktuara lobiste brenda protestës, që kanë ato interesa që kanë që mendojë George Soros. Pra, kur i marrin të gjitha nuancat, Poli do të kuptojmë që kjo protestë në këtë lloj sjellje, në këtë lloj marshi, në këtë lloj degradimi nuk e largon dot Ramën dhe Berishën nuk i çon dot në burg zotri. Tani, dëshirore, po s'është dëshirore, po të jap faktet. Tani këto që po them unë nëse janë kundra fakteve më thonë. Përgjigjet Poli se Poli e mbajti 10 minuta. Jo, Poli foli për mënyrën si e shef ai, po dakor janë ndry, jo, nuk po ndry. To janë vetëm si ish mësues. Debato vetëm si ish mësues gjuhë po i tregoj kur një fjali për shembull ka fjali të kohës së tashme, ka të kohës së shkuar. Hajde të tashme të pakryer. Dëshirore nuk ka, po ka dhe dëshirore. Hajde bëjmë leksionin. Dhe pa kryer. Edhe pa kryer ende. Po. Ka që ka vërok. Jo, ajo që atëherë do t'i marrë me radhë, sepse janë teza, po janë fiks, është fiks mënyra se si kasta po përpiqet të trajtojë opozitën. Kasta, po ato janë fakte nga protesta. Po jo më ti e bën padashje më vëlla. Po nga padashje, po patjetër kasta të dalësh atë shikosh njerëz të çmendur që thonë Ramush Haradina i tikë dal nga burgu, burgu 60 vjeç. Ore, ose i çmendur ose ka dalë aty për protestë. Po ka pjesë za, po ka pjesë. Ai ka me mikrofonin burrëve me thia të bardha në kokë, e dëgjoj apo jo? Më lër mua të flas tani. Si mundet? Ore zotri, si mundet? Po s'është protesta ai më pat. Si? Po ky s'është protestë. Protestë. Ku se LGBT-ja jo.
Komunistët, jo. Di qa po arrin ta po arrin në lloj pike që thot do dalin nesër rrugta, këto majtistë të theksuar, edhe kjo rryma, se është majtistë e gjitha. Ti e ke makinën me drogë, zbrit nga makinës ta rrëmbejmë ta marrim ne. Ty dil nga shtëpia se ta marrim ne. Këtu sjellje po tregojnë këta zotëri. Këta tregojnë një lloj prepotence që përmjet dhunës mund të arrin çdo gjë në këtë vend. Jo zotëri, nuk mund marrësh bekimin dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve pa qenë qytetar rrallë parë, pa qenë civil. Zotëri aty 3-4 emra dalin dhe janë figura. Aty Altin Goxhaj, zoti Dritan Goxhaj, Lush Susaj që i heq kapelen, nuk e çaj thua të tjerëve. Pra dalin artikulojnë teza, artikulojnë njerëz që fitojnë respektin e qytetarëve. Të tjerët Roma për doma thotë, hajde me Roma për doma. Ta hapi përgjigjen Poli tash janë nërse. Kjo protest, kjo puna e numrave Poli herë. Atëherë, dëgjoj. Do ta fillojmë me drejtuesit. Po s'ka drejtues. Pikërisht. Kjo është e keqja më e madhe. Pikërisht, po. Kjo mund të jetë, dëgjoj, më nuk ka edhe forca më e madhe. Kjo është një lloj proteste që të gjithë janë duke e analizuar sipas ajo që quhet në komunikim dhe që quhet në politikë, sipas fremeve, kornizave të vjetra. Vetë bota po thotë që kjo kornizë nuk na rezulton që kanë 300 vjet që bëjnë protesta, na rezulton si një diçka e re. Dhe mënyra se si është bërë protesta dhe çfarë kërkon protesta është një gjë e re. Nëse do ta fusim në kornizat që sa nxori Berisha te kjo, sa nxori kishte nxjerrë përpara Rama në protestë, sa kishte nxjerrë ky, sa kishte, po jemi duke ja futur kot. Qoftë edhe për çdo gjë për përbajtjen e protestës. Patjetër, protesta është brutë, është populli shqiptar, musliman, katolik, ortodoks, i shikon aty, katolike me shami, muslimane, LGBT, të majt ekstrem. Por të gjithë bëjnë si budallëj, si idiot që si janë, si idiot dhe nuk shikojnë atë që kanë të shkruar. Çfarë duan? Të jap dorëheqjen kjo qeveri, të bëhet një qeveri teknike. Po pra, po se arrin dot në këtë mënyrë. Po është tjetër gjë, pse kalon ti thua s'kan motiv. Ti thua se arrin. Po ti se the fare këtë po them. Diskutojmë arrin. Po analizën që përbohet. Lere kon ardhme dëshirore. Unë po them çfarë kanë. Kanë gjën më të thjeshtë në botë që ju përcakton dhe kushtetuesa. Duan vot, duan proces zgjedhor. Si do ta arrin më po proces? Duan. Po jo më 30 ditë. Cila është fitore më e madhe protestës? Po më thuaj më 30 ditë. Tani mos bëj zhurmuesi, mos bëj tani më lart ti tregoj. Ti thua duan, o vlla, ti, unë kuptoj që neve opinionin e kemi përfshirë edhe me emocion. Po jo më thuaj çka ka më e madhe është rënja e mitit që shqiptarët s'dalin. Po, dakor. Është e pakët. Okej, Poli ndjes. Po. Tani, kjo protest i ka të përcaktuar ato dhe pavarësisht se përpiqen që t'i bëjnë si gjëra janë për çdo qeveri në Europë, po dhe në botë, po të jetë e përgjegjshme dhe po të jetë normale, janë gjërat më të realizueshme sepse s'ke pse i thua jo, vëlla, neni 2 të kushtetutës që e kanë me kushtetutë që thotë sovranitetin e vendit e ushtron populli në 2 mënyra. Mënyra e parë thot nëpërmjet përfaqësimit, që është parlamenti dhe ti aty në atë parlament ke 100 deputet të nxjerrë nga xhepi i Ramës dhe nga xhepi i Berishës, i di me listë mbyllura që s'janë të këtij populli. Dhe ata 40 prapë me miqdije. Ose thot në mënyrë drejt për drejt do thot me referendume. Diun 5 raste i janë mbledhur firmat për referendum, shkon në parlament, nuk ta lën. Do të thënë i kanë hequr dhe këta janë shumë të qartë. Ore rikthe Republikën thonë, nuk duan më tabula rasa. Nuk do thot kështu do të arrihet, si do shkohet në objektiv. Po lere më burr të mbaroj një analizën se ajo dhe këtë se tha fare që ekzistojnë këto. Ai tha nuk ka objektiv, nuk ka motiv, nuk ka kështu. Te ka kjo të qartë, e ka të thjesht fare më vlla. Ore duam mos aviti më votën. Duam deputetët i nxjerrim ne. Duam kur bën një investim që për pyet për hidrocentrale të na pyesësh ne. Ka gjëra më të thjeshta që pse si pranojnë këta? Pse si pranojnë? Iku kjo. Atëre kalojmë tek dhe do ta them dhe këtë si do arrijnë. Kalojmë tek pjesa tek retorika e këtij dhe gjithë retorika që po ta shikosh përfaqëson gjithë zërin publik të establishmentit dhe të këtyre. Dyshimi. Hidh dyshimi protest. Hidh dyshim sepse këta 35 vjet dhe gjithë këta na kanë mbajtur me dyshim. Kush është ky, kush është ai, fiton ky, s'fiton ai. Ja u bë një partijere, po dhe po mori ca vota, a e ndryshon situatën kjo. Dyshimi, pastaj disfatizmi, s'ke që bën.
Qa do t'i bësh Berishës? Berishën e duan. Aja i mori 500.000 vota. Qa do t'i bësh Rama? Rama ka 800.000 vota. E duan, se e ka bërë Shqipërinë, ka reguluar këto gjëra. Disfatizmi, demoralizimi i protestës. Dyshimi, disfatizmi, demoralizimi. Arma e vetme që kanë përdorur dhe përpiqen ta përdorin. Po e vërteta dhe tani se nuk ju kanë gjitur. Nuk ju kanë gjitur. Ka patur efektet sepse është propagandë e madhe. Patjetër, ka njerëz që janë në dyshim për protestën se dëgjojnë Almerin me shok. Ka të tjerë që pastaj kthehen se më dëgjojnë mua. Ka të tjerë e ke parasysh që bëhen më optimistë se dëgjojnë Xhoin. Gjithë çështja është se që ne duhet të analizojmë realitetin dhe realiteti atje është shumë i thjeshtë. Ata, për shembull, kishte bërë kryeredaktorja e Monitorit një analizë më profesionale, janë njerëzit më taksapagues atje. Sepse oligarkët nuk pagojnë taksa valla. As këta të resorteve kanë zero taksën këta. E diti që kanë zero taksën këta. Dhe janë profesionistë të lirë, janë shtresa e mesme, s'të ka dalë, nuk i ka dalë Edi Ramës bathori akoma. Ore, dakord, më dakord. Janë profesionistë të lirë, janë me punë, edhe janë shtresa e mesme, janë të përfaqësuar Po, e cila po zhduke. Dhe ishte ashtu. Tani këta s'janë as për bukën e gojës. Por Almeri thotë që ai mikrofoni thotë, ai mikrofoni po e çon, nuk po, Almeri nuk është kundër kësaj. Tani flasim. Almeri thotë është e vërtetë. Tani kalojmë, po mirë, kalojmë te drejtuesit. Nuk ka drejtuesat. Aty ka një grup menaxhues të mikrofonit dhe përgjithsisht të protestës. Hajde vëmë neve bashkë, sot kemi qenë neve bashkë. Po të shikosh gjithë që menaxhojnë mikrofonin, kur fillon protesta e vërtet në orën 9:30 dhe që niset dhe bëhet dhe më e madhe në përlagje dhe që normalisht bëhet dhe më rrezikshme. Se normalisht është aty duhet menaxhuesi, drejtuesi i vërtet, apo jo? Sepse në përlagje mund të thyesh në një dyqan, të vjedhësh në një dyqan. Këta drejtuesit që do pa tjetër që i ka shenjestruar Rama, apo dhe Berisha, apo dhe mediat e këtyre, edhe gazetarët e këtyre dhe analistët e stabilishmentit, i marrin një nga një. Ata kanë bërë një punë të shkëlqyer pavarësisht se kanë patur probleme me njëri tjetrin për menaxhim, kanë arritur në përfundim le ta marrin mikrofonin kush të dojë përveç partive, kush të dojë vetëm për përjashtim, përveç. Por këta kur fillon kjo protesta e madhe, këta i ketë shkallët e kryeministrisë ose nëpër lokale. Përgjithsisht, jo se s'ka të tjerë që është. Kush e menaxhon? Kush është kjo dorë pa dukshme që nuk kap, nuk prek një gjethe flete? Kam pyetur unë drejt në policinë e shtetit, se unë e shikoj në shumë këndvështrime këtë protestë. O zotrinj, 33 ditë ju kam thënë, keni ndonjë denoncim për ndonjë portofol, për ndonjë varse, për ndonjë çan? Zero. Zero vlla. Ky sot drogaxhinte kështu, po mund të ketë drogë, të gjithëve bëjnë shëtitje, po zguxojnë, sepse shumica janë qytetarë, janë të kulturuar dhe të lënë, dhe po të prekësh njërin ti ta kesh fajin me bryl, ai kthehet dhe thot i pari më fal. Tani, gjithë kjo a është në rrugën e numri, kaloj te numri. Numri. Kjo protestë drejtuesit Koka është pa kokë, pa numër dhe pa kohë. Ky shkon dhe e bën fotografi në orën 7, bashkë me Robazen, bashkë me atë tjetrin, kolegun tjetër Sokol Ballën, bashkë me smeret fare. Po, vetë e bëjnë në orën 7, edhe nxjerrin gjithmonë atë. E ke parasysh që duket si pak e ngre dhe dronin. 7:30 pak janë poli. Po, ata janë. Po jo, nuk e manipulojnë, nuk e retushojnë. Unë shkojnë 8:30 oredi. Unë shkojnë 8:30 dhe fotografia që bëj unë është 3 fishi atyre. Kur është kulmi që... Pastaj, Xhoi vjen në 9:30. Në 9:30, a? Vjen Xhoi në 9:30, është 3 fishi fotografisime. Merre vesh ti se kush është numri sakt. Të hen, të premte, nesër janë 5.000 veta, të shtunë do kesh 150.000 veta. Hajde merre vesh, kush është numri? Çfarë do bëjmë matematik këtu? Jo. Dhe më kryesorja është që kjo protestë ka vajtur në përshpira. Ka njerëz për 100 arsye, për punë, për presion, për tjetër që nuk dalin, po kjo është futur në përshpirat. Shkon nëpër lokale, flasin për protestën, shkon nëpër dyqane, shkon nëpër të gjitha. Televizionet që bën sikur se pan 4, 5, 6 ditë e para, gjithë emisionet janë për protestën. Ndaç ta shajnë, ndaç më ashur reklami bëjnë, promovimi bëjnë. Çështja është koha, është dhe pa kohë. Pra, pa kokë, pa numër dhe pa kohë. Pse është pa kohë? Është pa kohë se e kemi parë, sepse gjithta ja këto janë kornizat e vjetra. Dëgjoj, kush është koka? Kush e paguan kokën? Që o ta blejmë, o ta presim. Pastaj, sa ishte numri? Sa nxori Berisha? Berisha thoshte 100.000. Këta të tjerë thoshin 5.000. Sa është numri? Nuk ka, mos më lodhen kot. Tjetra, janë kornizat e vjetra. Koha,
Nuk ka koma vlla. Dalin në orën 7, mund të ikin 12, mund të sa një orë. Nuk e rrezon dot sot Almeri. Tani dalim që nuk e rrezon. Tani dalim ta mbaroj që nuk e rrezon. Nuk e rrezon dot vetëm protesta Alber, jam dakord. Dhe mos u mërzit, as ti, as Edi Rama, as Ali Berisha, as njeri. Se unë shof... Për 30 Unë për ditë shof gazetarët e Syrit dhe gazetarët e Piranjave që drejtojnë protestën. Patjetër. Ti në rregull je, ti vazhdo, ta vazhdoj. Unë po them s'ka drejtues. Gazetarët që nxjerr aty. Ore ti shikon drejtuesin tënd, prandaj është e bukur ajo. Unë shikoj timin. Ti shikoj drejtuesin tim, ti shikon tënd, ti shikon të vetin. Gazetarët e Piranjave dhe gazetarët e Syrit janë njerëz të kyç në protestë. Ta dorëzokan Berishën, këta njerëz të Berishës. Prandaj Njerëzit e Ramës janë pjesë strukturore e grupit futbollit. Pse se kthejnë siç tentuan po këta që thua ti sloganin, pse nuk zuri vend slogani Rama në burg, Belinda në burg, edhe pse se heqin Berishën në burg, Rama në burg, Berishën në burg. Dhe unë pyeta një nga këta, prit, jo më larg se diell ose pardisë se mbaj mend, pyeta një nga këta që dhe ndoshta edhe më kryesor se aty gjëja gjithë kryesore edhe s'ka fare kryesor. Po i quaj me fremin e vjetër. Pyeta një nga liderët. E kupton se dua lider patjetër, se ne vdesim, po mos kemi lider, mundësisht dhe legjendar dhe Skënderbej. Dhe i thash, bëni një, ma bëj qefin mua, i thash, unë po dhe ma kanë kërkuar shumë njerëz, i thash. Bëni një eksperiment social, i thash, aty me protestën, i thash, merret ti mikrofonin, i thash, se ke dhe çik reputacion, do të thënë nuk bën politik, nuk bën fjalime, po kur thot bën njoftime kështu. Edhe thuaj, të dashur protestues, mbani qetësinë tani se kam një njoftim shumë të rëndësishëm. Të dashur protestues, duke filluar që sot, duke parë që dhe Edi Rama na lufton, kërkon të na bëj kështu, i korruptuar, nuk pranon, e duhet ikuj ai se hapi parë është dorëheqja e tij dhe pastaj të tjerat vinë me radhë. Unë propozoj që sloganin Rama në burg, Berisha në burg, tani për tani, ta bëjmë vetëm Rama në burg. Edhe ta heqim Berishën se gjuna, do më thonë se nuk ka gjë në dorë, si shumë. Që të mos përqarë. Po, e di si më tha, qa thua, tha, të më shkelin me këmbë, tha, të më marë turma, tha, dhe të më shkelin me këmbë, tha. Po. Tani, kjo është përgjigja. Dhe përgjigja për çfarë do bëjnë. Nuk e heqin dot vetëm këta, por ty të është institucionalizuar, jo vetëm nga media, sot prapë Der Spiegel e gjithë të mëdhat, por të ka kaluar në institucionet europiane. Dhe dje 5 hyjet, 5 Stella, e futi në debat, e depozitoi dhe do bëhet debat në parlament, e kërkoi dhe ish miratuar. Po, dhe ndërkohë kancelarit, mos kujtoni ju se s'kan folur dhe s'paku nga krau tjetër. Vetëm këto e rrëzojnë dhe e arrin këtë, duke u koordinuar të treja. Ca gjëra i dim, ca nuk i dim, çfarë do bëj SBA-ja, ambasadori i ri SBA-ja për mua e ka dhënë sinjalin se SBA-ja le të thotë Edi Rama aty ka drogaxhin, ka SBA-ja. Nuk ka bërë vaki që në fakt duhet të bënte sepse është turm ndonjëherë frikshme, e kupton, dhe nuk dihet se ashtu, dhe nuk i thot në Shtetet Bashkuara Amerikan, keni kujdes kaq, keni kujdes se sot është një protestë shumë e madhe, siç i thotë Berishës edhe për 300 veta. Dhe është indirekt për kraje, e kupton? Keni kujdes se ka iranian, se qeveria thotë që aty janë terroristët iranian, nuk e thotë. E kupton, se e din shumë mirë që s'ka iranian, se do na u marr ka Edi Rama me iranianët, kurcia i merr iranianët, i mban do të që nga iranian, që nga goxha aty iranian, edhe ngelin në dorë të Edi Ramës, se Cia me çfarë merret Cia? Cia ka mund të ketë 10.000 veta që merret me iranianët. E zgjatë shumë, po ftasim dhe ne. Si e zgjatë? Si të more më shumë. Jo, po tu përgjigja ti ishte. Fola për debatin. Ju folë sqarove, po shmontova. Jo, kjo fjalë në shqip. Hajde Gjoj. Shiko, për diçka nuk jam dakord me Polin dhe mund ta bëjmë edhe debat. Ka shumë protestat ngjashme si kjo në Europë, ndoshta jo në intensitetin e zhvillimit ditë për ditë, por të zgjatjes në kohë të protestave. Poli përmendi 5 Stelle, është parti e krijuar nga protestat që ka ardhur në pushtet. Në Shqipërinë kemi shembullin e PD-s, një parti të formuar nga protestat që erdhin në pushtet. Mos të hyjmë debati të bëri mirë, bëri keq.
Në Spanjë kemi Podemos, parti që u nis nga protestat, përfundoi parti dhe erdhi në pushtet. Në Greqi kemi Syrizën, që filloi nga protestat, bashkoi disa parti dhe erdhi po mi pra unë së të ndërpreva. Jo the debat, prandaj, fremi vjetër. Nuk është fremi fare vjetër. Nëse, ajo që do të them unë, është që nëse protesta do ta kishte aftësinë ta prodhonte një parti politike, unë nuk do shija si negative, do shija si diçka pozitive. Por në çfarë konteksti është Shqipëria? Shqipëria ka 3 parti të reja parlamentare që secila e sulmon tjetrën. Janë të trejat pranishme në shesh dhe kjo sjell një lloj çorientimi të votuesit. Paramendo sikur të ishte një parti e vetme me intelektual të rinj, do të ishte një adresë, një domen i vetëm për të kanalizuar. Pra, ta themi me një lloj krahasimi, kjo është një stuhi e fortë politike që nëse nuk shkon në një mulli ere, rrezikon dhe të shuhet me kalimin e kohës. Rrezikon shuhet nëse... Nuk po them nesër pas një javë. Po them që... Mullirin e ke fjalën një organizim politik. Një organizat politike. Mund t'jetë dhe një lëvizje që kërkon gjërat saktuara. Nuk është do një platformë e cila e kanalizon energjinë. Një kuvend kombëtar qytetar, Gjoj. Do shumë besueshmëri që të bëhet. Domethënë do njerëz kredibël që kanë kredenciale publike si njerëz që publiku i beson. Po pra, mund të jetë një ide, po varet shumë sa besim ka publiku tek njerëzit që hedhin idet. Nëse do të krijojë me të vërtet, po themi një komision me 5 anëtar që ta bëj menaxhimin e këtij kuvendi, do të ishte e besueshme. Po se nëse hidhet njëri nga turma e thotë do e bëjmë ne këtë, atëherë kam përshtypjen që nuk kjo po jashton tjerë, po thua. Tani nuk dua ta kundërshtoj Paulin tek ideja që thot qenurit pa kokë e ndihmon protestën. E ndihmon po deri në një pikë caktuar, pra e bën pa atakueshme, e bën të pasulmueshme. Po kur vjen puna tek, po themi, një finale, gjitha këto që kërkojnë duhet të kalojnë nga një proces, ose duhet të kalojnë me revolucion, pastaj dy zgjidhje, nuk ka zgjidhje tjetër. Po. Almeri. Jo, më të shto flasin. Jo se u ankua, jo se... Po u ankua direkt, po se foli vetëm. Poli, kjo më tregon që është me mision. Atributet e vërtetës dhe thotë që ato mendimet që kam unë, më thonë, është kështu. Pra, jo, ka argumente. Jo, unë argumente kam dhe unë. Argumente kam dhe unë, argumente thash dhe unë, mbi të nisura, mbi premisa dhe fakte. Tani, të lexojmë protestën dhe fatin politik të Shqipërisë. Në qoftë se do jemi në këtë këndvështrim. Sepse unë gjithmonë e mbaj që protesta është ajo që tha Poli që ngjiti, dakord, ngjiti Rama në Burg, Berisha në Burg. Problemi është si do ta kanalizosh politikisht energjinë e protestës që më pas këtyre njerëzve ti diktosh tërheqjen politike, dënimin politik nëpërmjet votës. Dhe unë mendoj që sot protesta ka ardhur në një farë pike që njerëzit ose një përfaqësi protestuesish duhet të dalë dhe duhet të organizohet në një lëvizje e cila të zhvilloj takime në rrethe, të krijoj përfaqësi në rrethe, të zhvilloj takime ku duhet prezantohen atë që bëri ajo, që bëri PD-ja 92-shin, që më njëherë pas lëvizjes protestës u hodh direkt në lëvizje, krijoi degët e veta, krijoi organizimin e vet dhe organizmat e vet politik dhe tha që ne jemi gati për të futur në zgjedhje. Po mos është ende herët tani ka një 30 ditë kaluan. Po mund mbetet dhe lëvizje, nuk është se bëhet parti. Lëvizja nga kuptimi shkencor është që advokon për 1, 2, 3, 4 pika. Unë dakord jam. Nëse këta janë si lëvizje, këta kanë notën 10, sepse kanë arritur qëllimin që ti thon kryeministrit që ti nuk mund të bësh më asnjë lloj përpjekje për të rrethuar Gardhe, për të rrethuar Lëndina, për të rrethuar Bregdete, për të rrethuar Toka, për të rrethuar Prona. Këta kanë arritur qëllimin, Gardhe i heqin. Këtë bravo qoftë. Çdo kush e vendos Gardhe, edhe Gardhe që shtëpia jon, këta vinë e heqin. Për këtë kanë arritur qëllimin. Problemi është që këta në mesazhin politik që kërkojnë, përveç se janë të revoltuar dhe kanë një thirrje të brendshme, siç e kemi ne të gjithë, kur nuk na ecin gjërat mbar, si do të ndryshojmë ne? Si do reflektohet kjo? 5 pika, pra. Tani ka një gjë, 5 pikat unë nuk dua të realizoj, zotëri. Rama thot, unë nuk dua të realizoj. Ti si do imponon? Ne do rrim tani ka një gjë. S'kan gjë tjetër në dorë. Atëherë, në qoftë se dhën formulën 5 pika. Atëherë, në qoftë se ata do vendosin të rinë aty, koha ka treguar që sjelljet e ngjashme provon dhe Serbia që ka 1 vit e gjysmë dhe nuk ka arritur asgjë.